إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Gjithë falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut xhalla xhelaluhu, vetëm ata falënderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet nga thellësia e zemrës tonë në këtë ditë madhështore ja dërgojmë të dërguarit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, njeriu nga natyra e tij të cilën Allahu xhelle xhelaluhu e ka krijuar natyra njerëzore është që ai e don të mirën për vetveten e tij dhe se ai anon nga interesat dhe ato përfitimet e dobishme që ai të i arrin ato dhe ato të menjëhershme dhe të ngutshme që të i arrin ato menjëherë dhe se kjo është nga natyra njerëzore që Allahu xhelle xhelaluhu e ka krijuar dhe e ka bërë ashtu sikur që Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an na ka treguar dhe tha kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhirah. Tha Allahu xhelle xhelaluhu asesi, por ju jeni ata të cilët e dëshironi atë të menjëhershmen, atë të ngutshmen dhe e lini pas shpine atë të mëvonshmen, atë të pastajmen, dhe se kështu është pra njeriu. Edhe pse dim se ahiretin e ka më të sigurtën dhe se atje do tjetë për gjithmonë, por ai angazhohet me përpjekjen e tij te kjo e ngutshmja dhe te kjo e menjëhershmja që ai ta arrin ato, edhe pse ajo e cila gjendet në këtë të ngutshmen dhe këtë të menjëhershmen në këtë botë, Allahu xhelle xhelaluhu e bëri që ajo pasuri edhe kjo botë e cila është e stolisur, edhe ajo e cila e bën stolinë e saj pasuria, që të ketë një vend dhe një lidhje shumë të madhe në zemrën e njeriut, që ka një tërheqje të madhe që nuk përfundon, që e tërheq atë shumë zemrën e njeriut që ai të ngan pas saj dhe ai të e harron ahiretin, duke ngajtur dhe duke u përpjekur se si të arrin interesin e të bën pasuri në këtë të kaluarën dhe në këtë të menjëhershmen dhe të ngutshmen. A kurse e harron atë në të cilën kur të vdes dhe të shkon o vëllezër, atje nuk ka diç tjetër vetëm se atë të cilën e ka bërë nga veprat e mira, sikur ke ky i cili t'u bëj pasuri shumë, kur vdes një ditë nuk merr me veti asnjë send, dhe ai tjetri i varfër i cili vdiq dhe nuk la asnjë send, të dy bashku shkuan të njëjtë te Allahu xhelle xhelaluhu. E mubarak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilin e transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam law kana li ibn adam wadiyan min mal labtagha wadiyan thalitha. Sikur të kishte biri i Ademit dy lugina të mbushura me pasuri, në një transmetim tjetër të cilën e sjell Imam Buhariu te libri i tij At-Tarikhul Kebir, është me theksin sikur të kishte biri i Ademit dy lugina të mbushura me ari, ai përsëri do të dëshironte që ta ketë një luginë të tretë të mbushur me pasuri dhe me ari. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam,
la yamla'u jawf ibn Adama illa turab. Nuk e mbush mbrendësinën e birit të Ademit veç se dheju, veç se kur të shkon në vërr, e kur të vërroset, nuk e mbush mbrendësinën e tij dhe nuk ja kompleton dëshirën e tij veç se dheju kur të vdes. Ai që vdeq i varfër nuk la asnjë send, i njëjti në vërr, dhe ky që la pasuri dhe të bëj shumë, s'morri me vete asnjë send. E më bëra të vëllezër, Allahu xhelel xhelalu në Kur'an në ka treguar për këto dy kategori të cilët njëri që u angazhua me kitë të ngushme dhe të menjëhershmen dhe ai tjetri i cili u lidh me atë të përhershme. Allahu xhelel xhelalu në Kur'an tha: Innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur. Tha Allahu xhelel xhelalu sa përket atyre të cilët ishin që e lexojnë librin e Allahut xhelel xhelaluhu, ata që e kishin këtë besim dhe ata të cilët u lidhen dhe e lidhen një tregti me Allahun xhelel xhelaluhu, dhe ata janë që e lexonin librin e Allahut, e falnin namazin, shpenzonin nga ajo që ju kemi dhuruar ne, jipnin nga ajo që na i kemi furnizuar, fshehurazi dhe haptazi, tha ato shpresojnë një tregti e cila nuk zhduket edhe nuk do të mbaron asnjëherë, nuk humb asnjëherë. Tha Allahu xhelel xhelaluhu duke na sqaruar o vëllezër se dikush i cili e lidhi përpjekjen e tij, tregtinë e tij me krijuesin e tij, me atë të sigurtën dhe atë e cila do të vjen që në to çdo send që shkon është e sigurt se e ka siguruar Allahu xhelel xhelaluhu, dhe ai tjetri i cili mundohet që të tubon sa të tubon edhe ai dorën e tij është shtrëngën për arsye se nuk ngihet që ai të mbush pasuri dhe vetveten e tij, e përsëri pra kur të vjen ndoshta e len anësh atë të përhershmen. E para që Allahu xhelel xhelalu tregoi për këtë kategori që lidh tregti me atë i cili ka siguruar pasurinë dhe ai ta ka dhuruar sigurimin e plot dhe të vazhdueshëm edhe ta kthen këtu në dunjë me zaventësim dhe me kompenzim, është Allahu xhelel xhelaluhu. E para tha këto janë njerëz që lexojnë librin e Allahut. E dyta e falin namazin, e treta e kanë derën më të madhe që atyre ja u siguron këtë tregti, tha janë që ata i japin dhe shpenzojnë për hir të krijuesit të tyre. Dhe se padyshim se Allahu xhelle xhelaluhu është ai i cili e dha këtë premtim se nëse je nga ata të cilët ti lidh tregtin me Allahun xhelle xhelaluhu dhe jep Allahu do të jep dhe ende në këtë dunjë. Dhe ta zaventson me shumë të mira edhe ta kthen me shpërblim të madh dhe me bereqet shumë të madh. Hadithin të cilin transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, hadithi kudsi që Allahu xhelle xhelalu tha në ta, duke thirrur birin e Ademit, duke thonë ibn Adam, o biri i Ademit, anfiq unfiq alejk. O biri i Ademit, jep dhe shpenzo që të shpenzoj unë për ty, që të t'jap unë për ty. Jep çka t'japish, nëse e për Allahun, ta dish se e ketë sigur. Të t'jep Allahu xhelle xhelaluhu ende këtu në dunjë, të ta zaventson Allahu xhelle xhelaluhu ende dhe të ta kompenzon atë pasuri këtu në dunjë, të ta shton bereqetin e pasurisë tonë dhe të dhuron Allahu xhelle xhelaluhu shpërblim të madh për ta. Pra mos të jemi nga ata të cilët e humbim na me pasurinë të cilën e kemi në dorën tonë, këtë të sigurtën të cilën Allahu xhelle xhelaluhu na ka siguruar. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi al-ali al-a'la wa salatu wa salamu ala an-nabiy al-mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa wa ba'd. Të nderuar vëllezër, shpenzimi, sadakaja, lëmosha e cila jepet për hir të Allahut xhelle xhelaluhu është mburoja dhe siguria e shoqërisë dhe dera e bekimit të pasurisë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin që transmeton Imam Muslimi nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, fa ma naqasat sadaqatun min mal, nuk pakohet pasuria nga sadakaja asesi. Këto na e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe na tregon se me të vërtetë se ai i cili ndoshta ndonjëherë frigohet se mos vallët nëse jep
për hir të Allahut xhel xhelalu dhe nëse shpenzon se i pakohet pasuria dhe gjithherë i dhem për shkak se është natyrë që zemra e birit Ademit e dashuron shumë pasurinë, ai e ndal dorën e tij që mos të hep se mos vallë të i paksohet. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e dha garancionin dhe tha se nuk paksohet pasuria nga lëmosha dhe sadakoj. Dhe derisa Allahu xhel xhelalu vetëm që ta kompenzon, po ka dhënë dhe një premtim të madh që Allahu xhel xhelalu ka dërguar o vëllezër në çdo ditë, nuk ka ditë që nuk zbresin dy melaçe e që nuk e bëjnë këtë lutje. Ashtu siç transmeton Imam Buhari dhe Muslimi nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, i cili tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ma min yawmin yusbihu al-'abdu fihi illa malakan yanzilan." Nuk ka një ditë që njerëzit të ngrihen rob të Allahu xhel xhelaluhu në tokë që në mëngjes e që mos të zbresin në atë ditë dy melaçe. E të thot njëri prej tyre: "Allahumma a'ti munfiqan khalafa." Wa yaqulu al-akharu: "Allahumma a'ti mumsikan talafa." Të thot njëri prej tyre: "O Zot, jepi atij që jep, që shpenzon zëvendësim dhe kompenzim pasurinë e tij." E tjetri thot: "Allahumma a'ti mumsikan talafa." O Zot, jepi atij që dorështërngon shkatërim dhe humbje dhe paksim në pasuri. Këtë e bëjnë çdo ditë dy melaçe të Allahu xhel xhelalu, që luten për atë që jep, që Allahu t'ja shton dhe të i zaventson dhe t'ja kompenzon pasurinë e tij, dhe atij që nuk jep, t'ja humb dhe t'ja shkatëron. E cilën na o vëllezër prej këtyre dy duave dëshirojmë, a atë të cilën është e shkatërimit, e ta ndjekim dhe ta shtrëngojmë dorën, apo ajo e cila është e shtimit dhe e kompenzimit, që na të japim për hir të Allahut xhel xhelaluhu, derisa hadithin të cilën e transmeton Imam Ahmedi, Tabraniu dhe Bezzari, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një herë i tha Bilalit radhiyallahu anhu: "Anfiq ya Bilal, wala takhsha min dhil arsh iqlala." Jep dhe shpenzo o Bilal, dhe mos ke frikë nga ai i cili e zotron arshin e madh, pra nga Allahu xhel xhelaluhu, Zoti i arshit të madh. Mos ke frikë varfri nga ai fort, se ai ta siguron pasuri. Kur mos ke frikë nga paksimi i pasurisë tonë që t'japin rrugën e Allahut xhel xhelaluhu. O vëllezër, mos u frigo nga paksimi aty ku të ka urdhëruar ai që ta ka siguruar furnizimin. Nuk të humb pasuria nga ai që ta ka siguruar, se ai ta ka siguruar furnizimin dhe ai të urdhënon që ti të japësh për hir të Allahut xhel xhelaluhu. Kështu tha Allahu xhel xhelaluhu në Kur'an: "Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Çdo gjë që ju të jepni, edhe të qitni përpara për hir të Allahut xhel xhelaluhu, Allahu do t'ja kompenzon dhe do t'ja zaventson ato, se ai është furnizuesi më i mirë. Allahu xhel xhelaluhu, lutim Allahun xhel xhelaluhu që Allahu të na bën nga ata të cilët lidhmi tregtin fitim prurëse me Allahun xhel xhelaluhu dhe të na jep sinqeritet në veprat tona dhe në punët tona. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum wa aqimus salat.